Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 24 prill të 2025. Është një ditë me të mira dhe vështirësitë e veta. Edhe pse kjo ditë lidhet shumë me ndikime planetare, siç është dhe Jupiteri, ku jep një mundësi dhe një rëndësi të veçantë në fushën e karrierës, por gjithashtu një moment kyç në çështjet financiare ekonomike. Në disa bisedime që do bëjmë kryejmë bisedime të rëndësishme në fushën e karrierës dhe të biznesit. Por meqense kemi pasur probleme në një të kaluar në fushën e karrierës, duket se pikërisht kjo ditë zbulon disa probleme të së shkuarës ku i riparon. Çfarë? Keni pasur probleme me punëdhënësin, keni pasur probleme me çështjet e biznesit që nuk ecën, keni pasur probleme me disa udhëtime por nuk janë realizuar. Me një analizë të thjesht, duket se dita e sotme, pikërisht të flasim për datën 24, është një ditë shumë e rëndësishme ku na ndihmon mbi ndryshimet dhe vendimet që marrim. Megjithatë, edhe pse kjo ditë është pak e vështirë, sepse lodhja e tepërt bën që të shikojmë çfarë kemi në mend neve të realizojmë dhe kjo ndodh në lidhje me takimet, bisedimet dhe çështjet e rëndësishme. Zakonisht dita inde është dita e mundësive dhe çështjeve të rëndësishme që neve duam të realizojmë. Megjithatë, një përshkrim i thjesht do thotë puna, do thotë ekonomia të mos ecë më tepër se ç'duhet, sepse mund të rëzohemi gabimisht dhe diçka që neve nuk e dim se çfarë ndodh ose çfarë realizohet. Por gjithashtu është një moment dhe një mundësi shumë pozitive në disa takime që mund të bëjmë dhe disa gjëra që janë të rëndësishme për të ardhmen. Është momenti, është koha e duhur mbi stabilizimin dhe çështjet ekonomike financiare për të zgjidhur çështjet problematike. Në lidhje me një çështje që ka të bëjë shenjave të Dashit, Virgjëreshës dhe të Ujorit, ka një mundësi të mirë, pra shenja e Dashit, shenjë zjarri, shenja e Virgjëreshës, shenjë toke dhe Ujori, shenjë ajri, ku ka një ndikim shumë të mirë dhe tërë pozitiv për të zhvilluar dhe ndryshuar shumë gjëra. Por pas se fillojmë parashikimin e kësaj date, unë ju kujtoj edhe një herë për juve që interesoni për një parashikim të detajuar, kemi faqen roz këtu, ku atje mund të shikojmë dhe si të abonohemi për të marrë një parashikim të detajuar mujor, javor, vjetor dhe ditor, apo tema të rëndësishme që neve mund të bisedojmë dhe të gjejmë zgjidhje mbi problemin që juve keni. Duke zgjidhur paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, shkoni tek sekretaria e shikoni aty, pra e dërgoni mesazhet dhe indikate pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që keni apo në kohë që jemi live dhe doni të dërgoni mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu ku e klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin në kohë që jemi live. Nëse ndiqni ato hapa, që shikoni atje dhe jeni gati për të dërguar mesazhin dhe të merrni live përgjigjen. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për sa përket shenjës së Dashit, meqense shenjës së Dashit kanë shumë mundësira në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin e tyre. Ditë që tretë është shumë favorizuar në anën ekonomike. I pari dhe i dyti duket se e kanë rregulluar dhe janë të stabilizuar disi për të ecur përpara në këtë drejtim. Në ekonomi, pak vëmendje dhe ditë që parë, sepse ka pasur disa çështje problematike në lidhje me një ujor të ditëçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Për sa përket shenjës së Demit, meqense Demët zakonisht losin rolin kryesor për sa përket pikërisht kësaj dite në lidhje me punën e tyre. Mund t'i ofrohet një vend pune ndryshe nga ajo që ata dinë dhe kanë. Unë do t'ju thosha përgatituni për ndryshim, sepse ndryshimet janë tani. Është një moment i artë në lidhje me bisedimet, në lidhje me disa takime shumë të rëndësishme, edhe pse duken
duket e pamundur në plan parë, por është e vërtet, sepse zgjidhni çështje problematike, zgjidhni gjërat që ishin të pazgjedhur më parë dhe është një moment shumë pozitiv, madje është koha e duhur mbi takimet dhe vendimet që do të merrni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me bricat duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, sepse binjakët nga njëra anë mendojnë shumë për një të ardhmen të afërt dhe me të drejtën e tyre, sepse shumë gjëra në një kohë, shumë gjëra duan të realizojnë dhe të stabilizojnë. Në anën tjetër, duket se kjo periudhë është periudha e tyre për zgjidhur çështje problematike. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me peshk dhe me dash, duket të ndikuara pozitivisht dhe jo problematike. Vijojmë tek shenja e radhës, që është gaforja. Me qëse të shenjës e gaforres, ku gaforja për momentin duket se është në ndikimin pozitiv, por njëkohësisht ka një moment shumë të mbar në lidhje me takime, në lidhje me vendime, në lidhje me një ndryshim shumë të madh që ata kanë tani e tutje, por nuk ka vend për të shqetësuar, sepse kjo vjen një mundësi e artë për sa përket punës suaj dhe për sa përket karrierës, sepse duket se lozni një rol shumë të rëndësishëm në fushën e karrierës suaj dhe të ekonomisë. Vazhdimësia dhe korrektësia juaj bën që ju të ndjeni superior në atë çka doni të bëni. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Dem dhe me Virgjëresht dhe diçi të tretë, duket se është një kohë shumë pozitive. Madje është momenti i duhur për zgjidhur problemin tuaj. Ana shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Shigjetar dhe me Ujor duket në para. Vijojmë tek shenja e radhës, që është Luani. Luani të dashur, nëse keni për të bërë një udhëtim, edhe pse tani për tani mund ta bëni këtë udhëtim, sepse është koha mjaft e mirë dhe pozitive, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse nuk ndjeni mirë për sa përket çështjeve të punës suaj, çështjeve të ndryshimeve të mëdha financiare, ekonomike, dhe një moment shumë i mirë tani në këtë periudhë, sepse është periudha juaj për të marrë vendime të rëndësishme, dhe kjo po është e mundur të ndodhi, po është koha juaj dhe momenti më i mirë ideal për të zgjidhur problematikat që juve keni, por megjithatë ka një ndikim shumë të mirë tani. Ky moment është momenti i duhur në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj, në lidhje me një vendim që do të merrni, dhe çështjet financiare duket se do njohin rritje. Dhe diçi i parë dhe diçi i tretë. Dhe diçi i dytë do merret me çështje pasurie paluajtshme, ku do ta zgjidhin këtë problem. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Dem dhe me Ujor duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është Virgjëresha. Çfarë ndodh me Virgjëreshat dhe ku Virgjëreshat ndahen dhe bashkohen? Ndahen nëse nuk bien dakord me të drejtën, sepse janë drejt për së drejti dhe nuk duan kthesa apo manipulime. Bashkohen në lidhje me punën aktuale ose një vend pune në rol drejtues. Është momenti dhe mundësia e artë, nëse doni të bëni diçka të tillë, është koha juaj dhe pse jo mund të realizohet. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Shigjetarët e diçit parë dhe me Binjak duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është Peshorja. Peshorja, të dashura, nëse flasim për një udhëtim, është një udhëtim pozitiv në fushën e karrierës suaj, edhe pse jeni pak a shumë në dilemë për marrjen e një vendimi. Po unë ju them merreni, sepse ka për t'ia vlitur, sepse është kohë shumë pozitive, është kohë shumë e mirë, dhe koha ka treguar në data të tilla dhe në ditë të tilla juve përfitoni. Një aplikim, një dokument është mëse mundur të ndodhi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me dash duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është Akrepi. Për sa përket akrepëve, duket se akrepët këtë periudhë janë pak në dilemë nëse duan të bëjnë një blerje në një prone. Unë ju them prisni pak, sepse disa dallavere në thojza janë bërë kundra jush në një pasuri të paluajtshme,
do ta kuptoni, e keni kuptuar xhanën, po prisni ku do i dali tymi. Tymi ka dalë. Dhe do shikoni pastaj që do të thoni jo, ja nuk jam interesuar, falenderoj shumë. Dhe me lek në xhep, juve largoheni, sepse kjo ka ndodhur në një problem shumë të madh që keni pasur para disa kohëve. Në çështjet që keni të bëni me fushën e punës suaj dhe stabilizimin dhe rritje ekonomike, është mos e mund të ndodhi. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bërë me Dem dhe Luan duke të bërë. Vijojmë tek shenja radhës janë shigjetarët. Për sa përket shigjetarëve, shigjetarët nuk ndalen. Shigjetarët janë të parë, shigjetarët janë mundësia dhe rëndësia e veçantë që ata do ecin përpara. Një moment mjaft ideal për të zgjidhur për të arritur në finish në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e ndryshimeve, në fushën e mundësive të mëdha që ata kanë, dhe është momenti juaj. Është koha juaj për të bërë zgjidhjen e duhur. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Luan dhe me Dash duken të mbara. Vijojmë tek shenja radhës janë bricjapët. Mundoni miqtë mi të shërë se bricjapit të gjeni zgjidhje në lidhje me një çështje pune, se keni pasur disa probleme dhe këto probleme kanë qenë probleme rutin, por kërkohen të zgjidhen. Dhe kjo është një zgjidhje shumë e mirë tani në këtë periudhë, sepse është një periudha mjaft pozitive mbi disa ndryshime, disa takime që do të bëni, edhe pse janë takime momentale, por janë takime të rëndësishme për juve, sepse do gjeni zgjidhje në disa çështje ose disa verifikime që do bëhen në fushën e karrierës suaj, dhe është një moment mjaft i mirë se do të kapërceni disa sfida shumë të rëndësishme ku juve do të keni mundësinë për zgjidhur problemin tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Virgjëresh dhe me Dem duke të mbara. Vijojmë tek shenja radhës, që është ujori. Meqense ujorët kanë pikë referencë ndryshim pune. Ky ndryshim i punës që bëhet para se të ndodhin fenomenet, ose keni dilemë nëse doni të shkoni apo jo, unë ju them shkoni tek ndryshimi, sepse atje do gjeni zgjidhje në lidhje me ekonominë, stabilizimin e saj dhe vazhdimsinë. Në disa çështje që kanë të bëjnë me kohën e duhur në fushën e biznesit, në fushën e ndryshimeve të mëdha që keni tani atje, janë ndryshime stabilizuese financiare dhe ekonomike. Por në anën tjetër, edhe pse keni pasur disa keq kuptime ose më saktë keq interpretime, vjen një moment tani që gjërat do marrin zgjidhje. Do marrin zgjidhje në fushën e karrierës, do marrin zgjidhje në fushën e biznesit, do marrin zgjidhje në shumë gjëra të tjera, ku kjo periudhë është periudha juaj, është periudha e momentit ose e çështjeve madhore që do të keni në fushën e karrierës suaj. Kurse në dashuri, edhe pse keni pasur probleme me peshore dhe me binjak, por janë të zgjidhshme, por janë shenja ajri, ku dhe juve i përkishin shenjës së ajrit, mundoni ta zgjidhni pikërisht tani, sepse është një kohë shumë e mirë dhe tepër e përshtatshme për gjëra të tilla. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e peshqeve. Për sa përket shenjës së peshqeve, duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë e begat në fushën e karrierës, në fushën e biznesit dhe jo vetëm. Por gjithashtu, një kontratë është më së rëndësishme të ndodhi këto ditë. Duke filluar në ditën e sotme deri në fund të muajit, i keni të gjitha mundësitë për zgjidhur problemin tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem të dhjetit parë dhe ujorët të dhjetit të tretë, duke se gjërat janë pozitive. Por një udhëtim, edhe pse mund të ketë shtyrje, por është në favorin tuaj. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 24 prill të 2025-s. Para se të ndajmë bashkë, faqaros që ç'është atje. Atje mund të zgjidhni paketën tuaj, çfarëdo juve dëshironi. Ezni paketën dhe shkoni tek sekretaria. Vendosni të dhënat e juaja atje, e klikoni dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që dëshironi në kohën që jemi live një SMS, ta merrni live përgjigjen, kemi këtë butonin këtu, e klikoni, ndiqni hapat dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe në kohën që jemi live për të marrë përgjigjen live. Më njëherë vëlla, gjithë mirë.